Punimet në godinën e parkimit të ri publik në afërsi të stacionit të trenit në Durrës vjen me ritme të kënaqshme. Aktualisht janë realizuar 60% e volumit të punimeve. Tashmë janë betonuar 3 kate duke përfshirë dhe 3 të tjera përfshirë këtu dhe katin metalik. Ky investim publik i financuar nga qeveria shqiptare ka vlerën 504 milion lekë dhe në përfundim të tij qyteti i Durrësit do të përfitojë një godim parkimi me 6 kate, rreth 400 vende parkimi, hapësira për biçikletat, karikues elektrik për mjetet elektrike si dhe hapësira të tjera funksionale, si zyra dhe salla për aktivitete të ndryshme. Struktura duhet përfundojë së shpejti, së bashku me punimet e tjera që janë për zyra dhe pistë teknike, elektroteknike. Do të ketë një ndërhyrje të vogël për sa i përket trafikut rrugor, sepse në hyrjet e daljet të parkimit krijohet një kryqëzim që do të menaxhohet nga institucioni i bashkisë. Kati më i lartë i parkimit publik do të pajiset me panele diellor. Ky do të jetë parkimi i parë me kate në qytetin bregdetar të Durrësit dhe pritet të zbulojë disi problematikën e theksuar që konstatohet në qytet, sidomos gjatë stinës së verës.